Kështu e shoh unë. Mund të jem gabim, po unë kështu e shikoj shpejt. Pra, let na gjykojnë ata që janë duke na ndjekur, por unë kështu e shoh. Por Mirë, shpresoj që drejtësia shiko, të bëj punën dhe ka kaq. diçka vëlla. Drejtësia do ta bëj punën sepse drejtësia është e kapur nga ndërkombëtarët, nga investitorët tash. Dhe neve po e shikojmë që po tjetë për drejtësinë shqiptare o Azmer, këta mbretëronin dhe 200 vjet tjera, jo 100. Po ba. Problemi është në bazë të informacioneve të mia, nga shumë burime, po që nuk jam i për arsye etike nuk mund të them dot emra kush ma ka thënë qysh ma ka thënë se s'është konfirmuar akoma. Rama dhe qeveria e tij nuk i kanë fare mirë me Gjermanin raportet. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, po Gjermania i është vendosur qeverisë Rama si Gentilia pas Maradonës, për ata që neve nuk e kemi kapur Gentilien dhe Maradona, por e kemi parë në YouTube. Dhe në ndeshjen e Argentinës me Italinë, Gentilia i hynte pa top Maradonës, vetëm ta thyente, ta vriste për ta nxjerrë jashtë loje. Në të njëjtën formë, Bundestagu gjerman dhe instancat të agjencive inteligjente gjermane kanë mbledhur informacion për ta goditur Ramën, duke deklaruar që ne nuk na intereson më as stabiliteti. Pra është mbyllur kapitulli me Edi Ramën. Çfarë mendon se ka bërë ky zotria? Duke u bazuar te ky lloj informacioni i cili është izbet në thelb, është underground, është qarkullon si konspiracion, por që ku ka zë s'është pa gjë. Shiko, duke qenë se shteti gjerman dhe gjermanët nga natyra janë shumë të prerë Po. për sa i përket marrjes së vendimeve. Dhe nëse ata kanë marrë këtë vendim dhe këtë po e neglizhojnë se nuk e thirrën as te samiti që u bën në Berlin, kjo është një shenjë, pra nuk ishte ky zotria. Do të thotë që ata kanë dorë vëlla një fakt korrupsioni, nuk e di çfarë, që është i patjetërsueshëm dhe nuk i thua dot nuk është. Se që të heqi vizën Gjermani, Duhet nuk ta heq kot. Duhet bë Që të shumë. deportoj Gjermani nga Gjermania aty kur je si emigrant, do ta kesh mbushur kupën mirë. Dhe nëse e bën, nuk e bën kot pa arsye. Dhe kush ka qenë emigrant, unë kam qenë emigrant në Gjermani, ti ke qenë po ashtu. Pra dhe dim shumë mirë si funksionon pjesa me gjermanët. Imagjino tani në diplomaci. Dhe me ata vëlla nuk ka shaka. Po i patën hequr vizën, nuk është hequr viza vetëm Edi Ramës. Se mua më shqetëson tjetër gjeshme. Mua më shqetëson se Gjermania është le të themi është Europa bu. Ta themi shkurt fare. Po, lokomotiva Ne e Europës. aspirojmë të hyjmë në Europë. Po, lokomotiva e Europës është. Pra, nëse Gjermania të thot stop aty, nuk vazhdon dot ti më tutje rrugtimin e ëndrat me gjell pasanikësh dhe me kështu gjellra europiane dhe me udhëtime europiane, me benefite europiane. Pse se edhe kur Europa taksa paguesi gjerman ti jep fonde për i pardin, për të mbështetur ata fshatarët në tragjas atje që merrin këtë mjeshtrin në telefon, ti japin ato lekë ti japësh këtyre. Që të kurturohen dhe këta pak, të marrin dhe këta veten pak. Të sistemon, se leku të sistemon, të rregullon pak ekonominë e gjitha. Po jo ta marrin kush? Ta marrin deputetët ta marrin familjarët e tyre. Fondet, se këte bën me i pardin ata. Ata morën fondet të gjithë. U bën gjithë familjarët e këtyre, pronar agroturizmash, merr toka me qera, shkruaj fiktivisht, ndërkohë që fshatari është mbytur deri në fyt. Tani Gjermani pse kujton se nuk i di këto? Po ka ardhur rasti tani dhe momenti ku sheti çfarë mund të ketë bërë edhe në një gjë tjetër ky që ne nuk e dim, edhe e thot hall tani dhe ec. Pra, por shikoj, ka diçka. Ky justifikoi mos integrimin në Europë për shkak të mos sigurisë ushqimore. Kupton tash çfarë se ky të ofendon inteligjencën në burg. Deri në datën 11 maj thoshte neve me Edin dhe PS-n në Europë, në BE. Se i gjen të bukura këto shprehet shumë. Edi dhe PS-ja në BE. Edhe të gjithë të lumtur pensionistët që janë në prag vdekjes i dhan votën, se do të futen në Europë pensionistët të nuk e marr vesh bota, kupton? Po hajde, nice, gjithë kanë drejtën edhe një sekond para vdekjes ndryshojnë. Dole me pafytyrësi më të madhe dhe tha shikoj se
Neve BE-ja na e kanë mbyll portat për shkak të mosigurisë ushqimore. A nuk është ky që i ka hapur derën kontrabandës së ushqimeve të skaduara nga Greqia dhe nga Italia dhe nga Serbia? Ma dha Rej Men Ink, Rej Sulejmani, o gash më tamo, o bruda. Tu në Itali ka shumë miza, sepse ushqimi është organik o vlla. Vete miza shkonte organika. Në Tirana kur vi, as koshat nuk kanë miza. Se janë të gjitha sintetike o vlla. Edhe miza nuk vetet e jo organika. Neve po ushqehemi, shiko si janë bon, vetëm nga mielli këtu, nga gluteni serbe të gjitha, më shbëjnë tolerancë fytyra që filloj po kurojmë tash, më ka kapur alergjia. Vetëm këtu e shikoj te unë. S'po të flasun për tjerë ty, çaj ndot se nuk i beson njerë. Ja, marja ku i ke këtu. Vraga. Ço është mëngjes i entur. Pse? Sepse ti ke ngrënë 2 feta bukë në darkë dhe ajo glutenia, majaja që ka ajo buka, është aq e skaduar që të vjen ty nga Serbia, ndoshta më fal për shprehjen, i kanë bërë shurrën lart ata, ose i kanë hedhur minja, diun çaj i kanë hedhur që ta heqen e testosteronit, na zhdukin fare si rrac. Neve nuk ngrihemi fare apo. Po fot kështu dalin në nga këta pseudo patriotët se Shqipëria është e madhe etnike, bla bla bla, autokton, fillojnë gjithë. Motrën serbit, kësaj serbit e gjitha me radhë. Në fund ditës vjen si Çeço për të blerë mielin serb, nuk i kërkon njëri llogari politikës shqiptare. Që të mërshme shpen. Ne po jetojmë në këtë vend apo. Ne po jetojmë, nuk e nga dhruesh. Pra bukën tjetër shumë mirë me ngjyrus. Ushqimet, le të themi, mirë çmimet janë shumë të larta, por ne nuk po dim çfarë po ham. Dhe kur kemi ushqime bio, atyre fshatarëve që i kultivojnë dhe i mbjellin nuk ja blen kush. Nuk ja marrin. Pse? Se nuk e konkurrojnë dot ata mallin që vjen nga jashtë. Mua më bëri përshtypje para 10 ditësh vajta në supermarket për të blerë ushqime me thënë drejtën. Dhe pashte supermarketi domatet kishin ardhur nga Turqia. Po pse më pak sera ka këtu në Shqipëri? Pak sera ka ken Dimalti, ken Berat, ken Fier, ken Roskovec, ken Lushnjë, ken Divjak, në gjithë Shqipërinë. Ku do kjo? Gjithë mëzheqe. Ata i hedhin domatet në kanal, o zotri. Se nuk e shesin dot dhe ti mbush vendin, ekonomie lire të gjitha me radhë. Unë jam dakord me këtë. Por problemi është ore duhet t'i japësh një prioritet mallit vendas. Vere një taks atit që vjen nga jashtë, edhe nuk ka ai se si të dali më ullët se ky. Po këtu vlla mbështetet ai që i bie tregtari. Tu është çdo gjë për tregtarin në shpend. Nuk është për fshatarin. Fshatari është barë këtu e burr. Vën këta gazrat e nufrat. Po. Vën këta në Turqi edhe thotë shikoj se dalun garant që ti fut pa dogan këto, vetëm hajde futi. Legët e taksave i merr në xhep ky, zotri. Shiko, unë nuk del një parti politike o azmer, kushdo qoftë ajo partia politike, ta ketë në program politik vetëm një pikë. Për parësi, Made in Albania, po jo si që bënd Sali Berisha kotca për retorika dhe ka harru të shi. Si shka harru çdo gjë që thota, kupton? Përsërit veten kot duke menduar që disa njerëz do ta ndjekin se i duket bukur. Harron që neve kemi memoria vëlla. Ktu po nuk dole të bësh kastravecin vendas, domaten vendase, pataten vendase, do ketë përparësi vëlla. Neve që kemi jetuar në Gjermani, në Arbeiter Zeitung, kur ti aplikoje vëlla, thoshte në radh parë përparësi kanë gjermanët, pastaj janë komuniteti europian, pastaj ekstra komunitarët. Ti mund t'ishe më i zoti, t'ishe mjeshtër niveli 7, grada 7, do merte përparësi Gjermani, po mos plotsoje nga Gjermani, do shkoj te Italiani, Polaku, Ukraina si e leshi preshi, po mos kishte e vend aty, fillon të kalonte te ty. Kështu duhet bëhet edhe këtu vëlla. Janë hapur supermarketet mall italian. Nga vash maj motor, si qeka, ti është më lirë në Itali se sa këtu e? Qa transporti boget jema?
Ç'a transporti bën ti valla, se Italia i ka aq shtrenjta se ka taksa. Ti nuk i ke ato lloj taksash në ushqim. Nuk e marr vesh vlla. Ka vajtur një moll 700 lek. Një moll, një kokër moll, po ta peshosh vetë 700 lek. Ndërkohë që në Malik, në Korçë dhe mbi Lisht i hedhin mollët, po i presin. Por ka dhe një gjeshme. Nga një ranë edhe mirë t'i bëhet shpen. Po, mirë po. E di që është pak e rëndë kjo që po them, por mirë t'i bëhet shpen sepse këta populli jo ne vëlla nuk ndryshojnë. Ai pret mollët, i hedh në kanal. Ditën e votimeve në orën 7 vete i pari voton o zotri. Muajin e fundit fushatës me flamur, vete me traktor atje kur kanë këta. Tani, atit nuk i vjen keq atit për veten e tij, për punën e tij, për duart e shqyera nga puna, të çara. Nuk i vjen keq e vete i voton këta, për çfarë? Për egon e tij të smur se është tifoz politike. Më vi mua keq për atë se pret mollët. Mua vjen keq sepse do vete do blej mollën që më vjen nga jashtë. Për këtë më vjen keq mua, se nuk më vjen keq për atë, fare, absolutisht. Nuk më vjen keq për atë që hedh domatët. Mua më vjen keq për domatën që vjen nga Turqia, që ka ndetur në dhoma frigoriferike, që nuk po e marr të ndjejat e erën e domatës, se nuk mbaj mend sa vite u bën. Po. Pra domatët që blej nuk ka erë domatë. Ti e merr thjesht pa shije, një gjë kot. Pra unë mbaj mend kur isha në fshat e këpusje të knajte. Si frut ma. Unë Po të haje fik si frut. Kur dilte nga toka vlla, e haje si frut, luaja me top, Exact. e haje si moll, se çionte pa fund. Mbante erë domate o vlla. Ku ka tani? Tani është Prandaj them. Është kasht o vlla. Nuk më vjen keq vlla, fare për këtë popull. Fare nuk më vjen. Sepse u mbytën atje deri në fyt nga lumi. E prap votën. U ngritën gjë. Folën gjë. Reaguan gjë. Kur i hedhin. Vlla, ti ke opozitën që nuk po shkon në rjollë burr. E futëm ne të dy Pas këtu kushit. live i rjollën që të fliste ajo zonja e shkreta se më dhimbset për atë zot. Më dhimbset çamet vlla, ishte nusa ajo. Nuk ishte as në rjoll, nuk ishte rjoll, se ishte nuse, kishte marr në mënyrë autodidakte kishte mësuar juridikun a zonja, fliste si juriste. Bravo i qoftë. Po pra vlla, po rrien si në Bagdad o vlla. Kush opozit do flasje shpen? Po nuk ka folur se Cilën bashkim opozit ule, e ke? se bashkim ule herë këne, hera ne, për doli tek ajo, te dosjet e akshit, që këte e kemi qenin ton tani, se i dham 278 milion euro. Që e shikojnë neve televizionin e atis ta kaftu, ka 2 vjetë që nuk na merr njerin telefonë, vlla. Edhe kur na marrin për emisionin mëngjesi. Hajde flasim neve për ndarjen e Luisit me Kjarën. Mos e thuaj këtë se do bësh lajm. Po ç'a lajmi e bër tash? Ata e paçin jetën e gjatë për Se kjo vlla na intereson, nuk na intereson domatja që është me pesticide. Nuk na intereson molla që nuk dihet nga vjen. Mielli që është le të themi toksik. Ne na intereson showbizi e burr. Ne për showbizin aty, ja dil thuaj ti shaj këta atje dhe shikoj ç'a të bëjnë komentuesit aty. Nxjerrë një video tjetër dhe llafosim ne. Të marrin kështu, I kam parë burr. Provojmë, dhe llafosim ne. Ka që thjesht është. Të thon ty serb, mua më thon gabel, më thon turk, më thon ças më thon vlla. Jam mësu me këta. Azmer. Më pëlqeu një koment shpend në një puntat që kemi pasur, e bën dikush në YouTube. E kam screenshot, do ta kem diku. Që thotë se shiko thoshte, ngeli Shqipëria tani ta rregulloi thoshte një bosnjak dhe një kosovar. Sa të merre valla. Ha? Të merr. Domethënë, sa ignorant mund t'jesh që të mos e dish që ajo që quhet sot Bosnje ka qenë territor i populluar vetëm me shqiptar, është kthyer ai mbi emrin nga represioni jugosllav. Burri lirë. Jemi gjithë i lirë. Janë dalmatët, Dardanët dhe dalmatët. Në qoftë se juve e keni vendosur atë viçin nga pas vlla, është si pasojë e taksimit. Siç jemi kthyer neve nga katolik mbret shtat,
jemi kthyer në mysliman Bektashi për t'i shpëtuar taksës së vlla. Sa ashtu ka qenë koha. Ndryshon mbi emrin, shtoj një vish pas redukton 70% taksave, se nuk linte mbreti i Jugosllavisë me ngrit kokën ti si shqiptar. Çfarë do të thotë kjo? E di ku është e forta. Këtu t'japin mend dhe të bëjnë moral, këta që kanë ndryshuar pasaportizimin, thjesht për të votuar PS-n. Pa. Domethënë, Mbylla unë me kaq këtë, kështu që e shikon vlla, domethënë me thon njëri një bosnjak edhe një kosovar, kjo është e tmerrshme. Këtë duhet ma dërgosh edhe me angjit emisioni. do ta dërgoj screenshot. Me angjit emisioni direkt, na e vendosi Bleda, se kjo që ka perla vlla. Domethënë, ku shkon maligniteti, kush i përdhunon vlla, po i përdhunon ja o hapsi tunelin e llogaras. Kjo është cinike, o shpen. Kjo është cinike që thotë, po do bëni ju Shqipërinë, thotë ju si jeni qysh këtu, thotë, kupton, na leni neve. Është cinike kjo, po ta mendosh thellë, ku godete. Nuk, jo vlla këtu por çka nuk e shmang dot këtë shpen. Jo, po s'ta shmang. Ne Ne thjesht mund ta jetojmë. nëse shmangim dot Ne vetëm mund ta para jetojmë. kur ne përkundrazi këto na motivojnë më shumë, na japin material, ha? Pra kaqen por asgjë fare. Madje kjo është për turpin e këtyre që e thon, vlla, se i bie që ti je shqiptare, ti s'po flet. Ti po bësh pal. Bravo. Nëse ti e ndjen Bravo. veten shqiptar më shumë se unë se Gashi, Sa do ta ti e thonë? ndjen veten pal me këta, ti vjedh me këta, ti nuk reagon kur të vjedhin këta, kur tallen me ty dhe vjen tani një bosnjak në kosovar, flet më shumë se sa ti që je, le të themi, puro, pure Albania. Po nuk ju vjen zorma. Nuk ju vjen zorma që ngelën dy huaj si puna ime dhe Azmerit, njëri bosnjak e tjetri kosovar, të vit flasi për Shqipërinë. Kaq të vdekur jeni ju, ama. Kaq të vdekur jeni. S'ju vjen zorma, nuk ju vjen turp nga vetja. Jemi ne të huajt që vinë e flasin për Shqipërinë. E të mërshme, kupton. Kjo ka për të bë super reels njerë. Kjo është super reels. Imagjino në emisionin e radhës shpend, do marrim një dy nga Bangladeshi, vlla, që din shqip, më beso, do t'i gjejmë, që të flasim për problemet në Shqipëri. I fusim vlla. Të betojmë. Dhe kur do vemi te gropa, se e kemi lënë gjithë ato herë, kur do vemi? Do vem se ka qenë koha pak e paqëndrueshme, kupton. Po do veme, po mos e thuaj, se na vete na njeri më para. Po. Mos e thuaj ku është. Këta vjen aty për gjetur se të vjedhin kauza më. I ke vënë Po vete opozita për para ça. Jo, opozita nuk harxhon ashtu vlla. Nuk harxhon mul noga para nga taksa paguesi shqiptare për kauza, seriozisht e ke di. Ai ka tjera have. Është e tmerrshme vlla.